thoshte Shën Bazili, thoshte që smira është kretë si puna e nërishkut. Nërishku edhe hekurin dal nga dal, fillon e shkatron, edhe hekurin. Edhe smira është fiks ashtu, e shkatron jetën e mbrëmshme të njeriut dal ka dal pa avun re. Judejt i kapi smira, fillon me dal hapta skundra, Palit edhe kundra Barnabes. Kjo smira është një smundje e rëndë. E kujtoni se sa rëndësishme është atëherë që në jetën tonë të përditshme me kanë të kujdesshëm e me kanë të matur. Edhe me kërku dritën hynore, dritën e unjillit që Krishti vërtet ta shndrojnë atë smirën tonë, ta shndrojnë mbujari. Populli shqiptar ka ditë me dallu, me njoft zanin e Krishtit. E ku e shohim ne sot Krishtin? E shohim bashkësi, e shohim fjalën e Zotit, e shohim familje, e shohim në Eukaristi. Krishtin kështu arrim me dallu sot. Krishti na ka tregu komplet vetvetin. Ku na ka tregu? Nëpërmjet fjalës së tij, nëpërmjet bashkësisë së tij. E ne jena gjymtyr të Krishtit. Maria, nana Këshillit Mirë, ka Krishtin krah. Zoja nuk tregon vedin, por tregon Krishtin. E kush i drejtohet Maris, kush i drejtohet Zojës, i drejtohet Krishtit. Zoja nuk është kur pa Krishtin, sepse vetia, natyra edhe misioni i Zojës e i Maris është që mi që njerëzit drejt Krishtit, drejt birit të saj. Kjo ky muj, një muj hirit që vërtet bashkë me Marin të arrim me mrit të Krishti.